Ko pas ko përkthehet edhe stili I vjetër. Edhe njerëz të pënjekin kryesisht trendin. Për shembull, prej vetes pënisna, po deri në minima të caktuara. Po janë ato ekstreme që shohim në për sfilada të ndryshme ku veshën shumë oversize. Qysho vendi bëhet ku vendi. Ti tash mundesh me shku në deti edhe mi vesh pantolla deri ka. Jo. Në deti veshësh, qysh veshet në deti? Po normal, duhet me përshtat vendet nëse jenë në ambient punës ose jenë në një mramje caktune e vend, çka do qoftë, duhet me përshtat, po dikur për shembull ju ka imponuar është ajo që pse kanë zgjedh edhe rrethonat asaj kohë edhe moda ka qenë e tillë. Sot te tri domethënë unë shoh stil të jashtëzakonshëm, kum qenë me një pushim në Turqi para disa viteve dhe me të fasionuan do shtetas të Ukrainës me kosovar tha shumë stilin e mirë, shumë veshin e mirë, edhe nuk e dishin për shembull ku Kosova. Me mëshin që na I shtet jashtëzakonisht I zhvilluar, e krahasojshin me Italinë si shtet I modës. E besoj që ju kanë përshtat jashtëzakonisht shumë. Sot ti ki për shembull brandet kryesore në Prishtinë, edhe e sheh që të funksionu shumë mirë, se ka klientel. Besoj që po, dhe një mas, ama te femrat nashta ma theksune për shkak të ekspozimit trupit, po qa me boj kanë trupat e mirë. Qërë dhe në këtë mendoj që modernizimi ka ndiku shumë, se me të vërtet veshja kosovarëve është për të vlerësuar jashtëzakonisht